Telegrafi po raporton ekskluzivisht nga Pallati i Kongreseve në Tiranë, ku përmbahet edicioni i 4 i Tourism Fair Albania 2026, panari ky më i madh i dedikuar turizmit në vend. Për 2 ditë ky event po bën bashk profesionistë të industrisë nga mbi 18 vende të botës, me 40 derës ndërkombëtar dhe 10 kompani që prezantojnë destinacione, struktura akomoduese, teknologji për mikpritje dhe oferta turistike gjithvjetore. Një vëmendje e veçantë i kushtohet agroturizmit dhe promovimit të eksperiencave autentike shqiptare, ndërsa prezenca e Unionit të Turizmit dhe kompanive nga Kosova forcon bashkëpunimin ndërrajonal dhe ofertën e përbashkët turistike. Panajiri mbet një platformë strategjike B2B, por njëkohësisht i hapur edhe për publikun, duke e kthyer Tiranën në një pikë takim të rëndësishëm të industrisë së turizmit në rajon dhe më gjerë. Si që kemi cekur disa herë, panajiret janë pikë takime ku bizneset takohen, kanë mundësi të takohen, të koordinohen mes veti, të hartojnë programe të përbashkëta. Dhe kjo është arsyeja pse Unioni i Turizmit të Kosovës me vite të tëra merr pjesë në këtë panajir në Tiranë, me qëllim që të koordinohemi sa më mirë mes turoperatorëve të Kosovës dhe atyre të Shqipërisë, që të hartojmë programe turistike të përbashkëta, duke pasur parasysh që numri i vizitorëve në Shqipëri është jashtëzakonisht shumë i lartë dhe ne po tentojmë që grupe të ndryshme edhe nga Shqipëria të kalojnë në Kosovë dhe të kalojnë 2-3 ditë të bëjnë turizëm edhe në Kosovë, dhe kjo arrihet në mes bashkëpunimit në mes të agjencioneve të Kosovës dhe agjencioneve të Shqipërisë. Dhe kjo është arsyeja pse ne jemi sot këtu me qëllimin e vetëm që të kontribuojmë për bizneset e Unionit të Turizmit të Kosovës, për anëtarët tonë, me qëllim që ta promovojmë vendin tonë, ta promovojmë kulturën, traditën, historinë, vendet atraktive, me qëllim që këto produkte tonat të përfshihen sa më shumë në paketat e turoperatorëve të Shqipërisë, por jo vetëm. Ju e dini që këtu janë edhe diku mbi 40 agjencione turistike, të cilat agjencionet e Kosovës dhe ekipi i Kosovës ka takime B2B me nesër me këto biznese, dhe pse jo që ta zgjerojmë paketën turistike edhe më tepër, jo vetëm për Ballkanin, por edhe për Evropën dhe vendet të tjera. Kështu që kjo është shumë e rëndësishme që Kosova të përfshihet sa më shumë në këto paketa ballkanike dhe europiane. Dhe ky është synimi jonë, që ne me mbështetje të bizneseve, në këtë rast, kemi arritur që të vijmë dhe ta promovojmë Kosovën. Iceberg Exhibition sjell për të 4 vjet radhazi Tourism Fair Albania, i cili është një panajir që mbledh aktorë të rëndësishëm të rajonit, jo vetëm të Shqipërisë, të gjithë zinxhirin e vlerës. Në këtë panajir janë 145 subjekte të cilët ekspozojnë sot. Salla e Pallatit të Kongreseve po bëhet çdo vit më e vogël për panajirin e turizmit, siç e shikoni ka qenë plot që prej mëngjesit, ku është celebruar edhe me fillimin me ceremoninë e hapjes së panajirit. Koncepti i panajirit është edhe B2C, pra i hapur për të gjithë publikun e gjerë, të cilët janë të ftuar të vinë gjatë 2 ditëve, hyrja është e lirë dhe pa pagesë, dhe të shijojnë pak nuancë të traditave të rajonit tonë, të këngëve, të valleve, siç e pat edhe ju, ka goxha aktivitete të tilla, por gjithashtu ka edhe një fokus B2B. Gjatë ditës së nesërme do të zhvillohen 813 takime të skeduluara në platformë digjitale me blerës nga 18 vende të botës që vinë ekskluzivisht për panajirin.